Kur filloi lufta e Vlorës, Avlir Rystemi bën atentat në Paris. Dhe më e bukur atë e qere me Vlorë, se nuk se anat e morën gjyshin time dhe u bë kiameti. Ai thot fjalët më të zeza kundër Avlir Rystemit. Është dhe një pseudo-historian, për parantezë, që s'po ja them emrin, që anatemon Ismail Qemalin se thot kriminalizimi i shtetit thot filloi kur në krye të sigurisë publike Ismail Qemali vuri Sali Vraniqin. Po mirë më trimi i Institutit Historisë. Po ti e anatemon Ismail Qemali se ky aktualisht bën monografi për Esat Pash Toptani. Kush? Ky pseudo-historian. Historiani. Kush është? Po nuk ka nevojë. Nuk, jo, s'ka nevojë, se bëj gjuhën pis. Tani, historia o do i ngrë monument Ismail Qemalit, të cilit populli e futi në këngë. Unë nuk di të ketë këngë për Esat Pashën. Ismail Qemalit i tha, cili jetë i more burë, tha që na vjen nga Shqipëria. Unë jam Ismail Qemali, kërkoj vatanet e mia dhe. Do t'i marrë se së shëpun, është e jona Shqipëria, unë jam Ismail Qemali, prapa më vjen historia. Dhe Ismail Qemali t'i erdhi historia dhe do të vazhdoj t'i vinë nga mrapa. Ndërsa këta i ka edhur, ka një shpreh greku, thot, skupide, këta janë skupidet e historisë, Esat Pasha me shok.